Shumë pak nuk më qef shumë me folë për jetën tamë private, edhe pse jeta ka qenë shumë e bukur edhe vazhdon me qenë ashtu që unë e du. Unë jam një femër shumë e lumtur, jam nana ma e lumtur në botë që kam Tjarën. Tjara më ka përmbush gjithë shka në jetë, shpirti jam. Për shumë, është një fëmijë që vish Zoti ka ditë me falë, që më jep dashni pa kushte, më jep dashni shumë të pastër. Është një engjëll që ma kënaq shpirtin çdo moment. Edhe unë kom qenë e përgatitur sepse neve mami gjithmonë ka folë si të reja, si fëmijë që jemi kënd përgatitur nështë si për martesë, si për lindje të fëmijut, edhe gjithmonë ka qenë mami e ma afër me mu edhe kur kam lind Tjarën, se kom pas asnjë problem sepse më ka ndihmu shumë mami, edhe më ka folë qatë shumë, sa që mu më ka dokë që unë Tjarën veç e shoh tash që është rritë dhe më ka bu si shoqe. Nuk mëj me thonë që është një sakrificë jeta dhe përdeqme, pa pas fëmijë, po, është një sakrificë e mirë, në qofë se nuk e merë me stres. Sakrifica më e mirë në jetë, do thoja. Unë gjithmonë thëmë që është një sakrificë e bukur, që në qofë se ki dikon basë që të këshillon, apo të përkra, edhe nuk të bërë muja, do me thonë, qysh rritet një fëmijë. Unë jam e fat që falenderoj mamin edhe motrat matë mëdhaja që i kam unë që më kanë ndihmu jashtë mase, edhe kemi rrit bashkë në fakt me familjen tam Tjarën, gjë që unë i falenderoj shumë, po dhe jam shumë e lumtur që është rrit mirë, është rrit unë që shkam dasht. Me këtë që po e thua, ka qenë Tjara një fëmijë mbarë, sepse me sa po kuptoj, ka qenë se ka fëmijë që vinë në jetë, por ka një mbarësi. Është interesant, Flora, që Tjarën unë shpesh e diskutoj me shoqënia apo me familje kur bjen puna e fëmijut apo e Tjarës, se Tjarën e kam pikë të dopë kretë familje, sepse ka qenë një fëmijë shumë e qetë, shumë e urtë, shumë e dashton, gjë që kjo s'ka ndryshu edhe kur është rritë, do më thonë, me fazat të ndryshme. Tjara vetëm që është zgjatë edhe është rritë, u bu me e pjekun, për ndryshe është e njëjta, më kujtohet si e vogël, si që, do më thonë, edhe që është rritë, edhe tash është ma e pjekun, ma e formume si femër, po nuk e ka ndryshu atë dashnin edhe atë... Ëmbëlsin, do thoja, se unë kom pas rastin me e taku dhe definitivisht është një vajzë përveç shumë e bukur, po edhe shumë e natyrshme, shumë organike, shumë e pastërt. Nuk e di mu ma ka lanë këtë përshtypje. Faleminderit shumë. Dhe mendoj që jem e fatë që ki Tjarën. Jam shumë e fatë që kam Tjarën. Nuk e di mës kishin Tjara, qysh kishte qenë jeta, adin... është jeta e bukur pra, po me Tjarën mu ka zbukuru jeta, besam.